minutat i kemi kalu, po një kam dhe një 2-3 pyetje më shumë shkurt me u përgjigj. Cilat janë 2 lutjet që duhet të themi në iftar dhe në syfër? Nëse ki për qëllim atë lutjen e iftarit, pejgamberi a.s. kur është tul në sofër, edhe ka thirrë ezani, është bërë koha iftarit, e ka marrë hulme me dorën e djathtë, edhe ka thonë bismillah, me emrin e Allahut, edhe e ka hangër një hulme, pastaj ka pi ujë, edhe ka thonë dhahaba dhamau wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kaloi etja, u lagën venat, edhe u arrit shpërblimi inshallah, nëse Allahu dën. Kjo, mirë po, unë mendoj që ndoshta ti e ke qëllimin pak para iftarit. Pak para iftarit, 2-3 minuta më herët që ulemi. Eksakt. Ajo koha më e mirë për lutje është para iftarit. Para iftarit. E tash, a ka lutje caktuar edhe veç kjo edhe pikë jo? Ka lutje të